zgjedhjeve, më pastaj del një problem shumë serioz për brenda subjekteve politike që rrezikon me një farë forme gjithë kredibilitetin dhe integritetin e zgjedhjeve. Si du ty? Po, nëse është diçka për cilën kemi rënë dakord gjithë, ka qenë kjo procesi mbarvajtjes, mbajtjes zgjedhjeve dhe gjithçka që ka shkuar në barë kësaj radhe, përfshihet dhe këtë faqen e famshme të KQZ-s dhe gjithçka tjetër që kemi pas mundësinë kohë reale me pa rezultatin edhe me kuptu se si kam performu gjitha partitë politike dhe pastaj askush prej nesh nuk ka pas pritshmëri që ka mundësi që brenda llojit, brenda subjekteve politike ndodh diçka e tillë. Ndoshta për këtë arsye e kam pa dhe më të lehtë për të manipuluar, bazuar në faktin se secili subjekt politik është interesuar truaj votën e subjektit të tij politik, po jo shumë brenda subjektit se çfarë ndodh. Dhe pikërisht këtu konsideroj që ka ardhur deri te ky lëshimi ose marrëveshja për të lejuar njëri tjetrin që brenda llojit vet të bëjnë çfarë të duan. Dhe kjo ti dyshon që këtu ka marrëveshje ndërmjet subjekteve politike? Po, se ndryshe nuk ka mundësinë. Ama si mund të ketë marrëveshje ndërmjet subjekteve politike, shembull Prizren? Parti Zotnis 6.000 kanë bo, të tjerë nga 60 kanë 100 vota. E konsideroj që kjo ka ardhur pastaj në bazë të njerëzve që kanë qenë përgjegjës për të bërë këtë punë. Dikush e ka pas dorën pak më të lehtë, ka shkuar deri në 6.000 dhe të tjerët kanë qenë më të vëmendshëm, s'kan guxuar të shkojnë deri atje, po sidoqë tjetër e konsideroj që me tut, unë po merrem me tmit tim dash. Duhet të ekzistojë një marrëveshje për ndryshe, kushdo që ka monitoruar procesin e futjes së dhënave në sistem, mund të ketë lëshim për 10, 15 që 20 vota, po të shtosh 6.000 vota për një person caktuar, e konsideroj që nëse se ke vrejtë një person, e ke vrejtë një tjetër që ka marrë plus 3.000, në më thënë kjo është diçka që për shqetësim, çka është e mira në këtë proces është fakti që nuk janë prekur votat si vot. E pastaj kjo e dhëna në sistem është pak më e lehtë për mu rikuperu si gabim, si lëshim që ka ndodhur, prokuroria është duke marrë me këto raste. Është shumë e çuditshme qysh dikush në vitin 2026 guxon me shku deri atje, guxon me i marr 5 vite burg, se ne e dim që kjo është vepër penale ndëshkueshme deri në 5 vite burg. A shkojnë burg vetëm komisionerët apo shkojnë edhe këta kandidatë? Unë e konsideroj që nëse ka hetim nëse lidhet, sepse hetuesia kishte konfiskuar edhe pajisje elektronike nga të njëjtit, unë e konsideroj që nëse arrit faktohet lehtësisht dikush prej kandidatëve për deputet nëse ka fituar mandatin mund ta hup mandatin nëse është i përfshirë. E nëse nuk është i përfshirë, atëherë ne nuk mund të kërkojmë përgjegjësi prej dikujt se ka mundësi që e konsideroj që dhe kjo është një lajthitje. Okej, ata që kanë pas pikpyetje mandatin e deputetit, po çka me këta njerëz që janë për disa herë radha dhe janë shumë të votuar, pse kanë nevojshme me i shtu 200 vota ose 150 vota?